Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump ka deklaruar se negociatat me Iranin janë duke ecur në drejtimin e duhur dhe se një marrëveshje paqeje mund të finalizohet brenda 2 ose 3 ditëve të ardhshme. Gjatë një prononcimi për mediat, Trump u shpreh optimist për ecurinë e bisedimeve dhe deklaroi se palët janë pranë një dakordësie përfundimtare. Sipas tij, çështjet kryesore që kanë penguar procesin janë adresuar tashmë dhe ekziston një mundësi reale për arritjen e një marrëveshjeje të qëndrueshme. Presidenti amerikan nënvizoi gjithashtu edhe rëndësinë e rihapjes së ngushticës së Hormuzit, e cila do të ndodhë menjëherë mbas nënshkrimit të armëpushimit. Kjo rrugdetare mbetet një nga arteriet më të rëndësishme për tregtinë globale të energjisë, pasi përmes saj kalon një pjesë e konsiderueshme eksporteve botërore të naftës dhe gazit. Deklaratat e Trump vinë në një moment kur tensionet mes Iranit dhe Izraelit duket se janë zbutur mbas një marrëveshje për ndërprerjen e sulmeve, pas përplasjes së tyre më të fundit ushtarake. Situata kishte ngjallur shqetësime ndërkombëtare për mundësinë e një konflikti më të gjerë në rajonin e lindjes së mesme. I pyetur mbi mundësinë që Izraeli të rifillojë operacionet ushtarake kundër Iranit, Trump tha se nuk e sheh si një skenar të tillë të mundshëm. Ai vlerësoi se procesi aktual është duke u zhvilluar pozitivisht dhe se Teherani po respekton angazhimet e marra në kuadër të negociatave. Presidenti amerikan komentoi gjithashtu edhe marrëdhënien e tij me kryeministrin izraelit Benjamin Netanyahu, duke thënë se ka komunikim të drejtë dhe ndikim të konsiderueshëm në vendimarrjen e tij. Trump zbuloi se ka paralajmëruar Netanyahun për pasojat i cili mund të sjellë një rikthim i luftimeve dhe se një përshkallëzim i ri mund të rrezikojë mbështetjen amerikane. Sipas Trump, administrata amerikane është e përqendruar në ruajtjen e armëpushimit dhe në arritjen e një marrëveshje afatgjatë me Teheranin, me synim për të garantuar stabilitet më të madh në rajon dhe për të shmangur një krizë të re gjeopolitike.